Tek libri Napoleon Hillit e kam lexuar një diçka që thuhet që të lindësh i varfër nuk është faji yt, por me met krejt jetën i varfër është përgjegjësia jotja nëse ti, do të thonë, nuk mundesh ti me thonë, jam kanë çështo, s'm kalon baba, s'm kalon nana diçka, sepse plot njerëz ja lajn fajin prindve pse janë sot varfër. Nuk është askush fajtor. Unë nuk e kam askan në familje në frekuencën që jam unë, me para. Sepse unë kam marrë përgjegjësinë me bën ndryshimin. Për X raste, për X arsye. Dhe njëna prej tyre më afërsisht më ka thonë që unë me pas kohë kualitative, që unë mi pa fëmijën e mi të rrit, që fëmija e mi me hangër drekën me mu, që fëmija mi me ditë se kanë pas nanën të shtëpia, edhe një diçka jam shembull njerëz për një diçka. Edhe kam rrit fëmijën e mi, edhe kam kalu kohë me ta, edhe kam arrit suksese që unë kam dashur.